Për rreth një orë, banorë të fshatrave të njësisë administrative Thuman kanë bllokuar rrugën që lidhet me autostradën Thuman-Kashar pranë Gramzës. Kjo pjesë e rrugës me gjatësi rreth 500 metra është bërë makth për drejtuesit automjeteve për shkak të amortizimit teje të rëndë. Banorët thonë se ky bllokim vjen në shenjë proteste ndaj mungesës së reagimit nga institucionet përkatëse. Shpresojmë dhe besojmë se qeveria do reagoje dhe do ta nxjojë zërin e popullit, se ky popull i ka ardhur aty ku s'man. Shpresojmë, gjithmonë shpresojmë, por duke besuar shumë pak, besimi shifet. Asnjë lloj reagimi nuk ka, as nga bashkia, as nga qeveria. Ideja kryesore e kësaj pune është kjo që institucionet s'duhet me ditë se jetojmë as jetojmë me këtu. Ata se vjen ujë në xherrë. Tash ne presim nga dita në ditë për të përmirësuar puna, jo po për të vënë dorën këtë segment. Për rrugë 500 metra, ne prishë makina, prishë ndër çdo gjë, ne do dalim prapë dhe ta shtrenjtë ca rrugë. Banorët thonë se protesta do të vijojë në ditët në vijim, derisa autoritetet të ndërhyjnë për rikonstruksionin e plotë të saj.